SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 6 të pandehurit për korrupsion dhe ndikim të palishëm, të cilët akuzohen për përfshirje në një veprimtari kriminale të lidhur me trafikun e lëndëve narkotike. Hetimet e zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet italiane, të njohur si operacioni Ura, çuan në zbardhjen e disa rasteve të korrupsionit dhe përdorimit të ndikimit të palishëm, përfshirë një avokat dhe një punonjës policie. Në gjyq janë dërguar avokati Armand Tragaj, Edison Çukaj Gjoka, Sergio Shkodra, Erviz Deti, Bexhet Mema dhe Naim Behluli. Ata akuzohen për disa vepra penale të lidhura me korrupsion dhe shpërdorimin e detyrës, si dhe përfshirje në veprimtari të palishme që lidhen me kalimin e kufirit dhe ndikimin mbi funksionarët publik. Hetimet e SPAK, të cilat përfshin një periudhë të gjatë bashkëpunimi me autoritetet italiane, kanë nxjerrë në pa disa episode të ndikimit të palishëm ndaj funksionarëve publik. Avokati Armand Tragaj i akuzuar për ushtrimin e ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe korrupsion pasiv të dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit, dyshohet se ka përdorur aplikacionin SkyECC për të kontaktuar dhe ushtruar ndikim mbi funksionarët publik. Hetimet kanë zbuluar 4 episode të veprave penale të përfshira nga ai. Ndërkohë Edison Çukaj Gjoka dhe të tjerë të pandehur si Sergio Shkodra, Erviz Deti dhe Bexhet Mema akuzohen për përfshirje në ndikim ndaj punonjësve të policisë kufitare në Durrës, duke kërkuar dhe marrë pengesa për të lehtësuar kalimin e kufirit përmes ndikimit të palishëm. Çukaj i njohur kishte kushte ligjore për kalimin në zonë Schengen, dyshohet se ka paguar 3.000 euro për të mundësuar kalimin pa pagesë përmes ndikimeve të ushtruar ndaj punonjësit të policisë kufitare Naim Behluli. Në hetime gjithashtu është provuar se disa prej të pandehurve kanë ndërmarrë veprime të palishme për të siguruar kalimin e kufirit pa dokumenta të rregullta, duke përdorur korrupsionin si mjet për të shmangur ligjen. Naim Behluli, punonjës i policisë kufitare në Durrës, është akuzuar për shpërdorim të detyrës, pasi dyshohet se ka lejuar kalimin e palishëm të kufirit përmes ndikimeve të ushtruar ndaj tij nga të pandehurit. Hetimet kanë zbuluar se Behluli ka vepruar në kundërshtim me detyrat e tij ligjore për të ndihmuar palët të përfshirë në këtë aktivitet të palishëm. Operacioni Ura është një nga hetimet më të mëdha të SPAK për korrupsion dhe krim të organizuar, i zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet italiane. Hetimet kanë zbuluar se këto persona ishin pjesë në një rrjeti më të gjerë, i cili është përfshirë në aktivitete të trafikut të drogës dhe korrupsionit, ku ndikimi i palishëm ndaj funksionarëve publik ishte një mjet për të lehtësuar këto aktivitete kriminale. Hetimet e SPAK vazhdojnë për të zbardhur lidhje të tjera të mundshme dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Prokuroria ka theksuar se kjo është vetëm një pjesë e hetimeve që do të çojnë në zbardhjen e plotë të përfshirjes së shtetësve shqiptar në rrjetin ndërkombëtar të krimit të organizuar.